Curekja, biskotat e famshme për Pashkë. Eja t'i përgatisim së bashku. Për të zënë brumin e biskotave na duhet sheqer kristal dhe lëkurën e limonit, duke i përpunuar pak me dorë dhe pastaj do shtojmë gjalpin, vezët të plota, do shtojmë qumshtin, vajin e kikirikut dhe vazhdojmë duke montuar me robotin mirë derisa të na përmblidhen të gjitha përbërësit. Pastaj në një tas tjetër kemi vendosur mielin, fryrësin dhe sheqerin e vaniljes. I vendosim tek roboti dhe vazhdojmë përsëri duke i përpunuar mirë derisa të na krijojë një brum konstant dhe homogen, tamam brum biskotash. Dhe vazhdojmë duke i përpunuar përsëri me dorë mirë dhe pastaj kalojmë mbi tavolinë duke e vazhduar përsëri përpunimin e brumit, duke e montuar mirë me dorë dhe vazhdojmë pastaj me procesin e ndarjeve të topa në pjesë të rrumbullakëta, sepse pastaj ne do bëjmë gërshetat. Unë jam munduar të bëj mirë gërshetat, siç e shikoni në video, duke ndërthuar nga njëra tjetra. Pastaj do marrim 2 vezë me pak qumësh duke i rrahur dhe vazhdojmë me një fushë duke i lyer mirë. Do i vendosim për të pjekur në temperaturë 180 gradë për rreth 15 deri 20 minuta. Kjo ishte receta për ju. Faleminderit dhe gëzuar Pashkët.